Në përfundim të transportimit të votës së diasporës, kompania postare DHL ka prerë faturat tatimore dhe i kërkon KQZ-s vlerën e plotë të kontratës prej 9.2 milion eurosh. Faturat janë të padetajuara, por janë thjesht të ndara në muaj me dërgime e kthime, pa numra konkret se sa dërgime e kthime janë bërë dhe aq më pak të ndara sipas shteteve. Report Televizion ka mësuar se KQZ-ja ka refuzuar t'i paguajë faturat në këtë formë. Komisioni i ka kërkuar DHL-si të sjellë fatura të veçanta për çdo shtet që ka bërë transport dhe për çdo shtet të dorëzojë edhe një kopje elektronike të firmave të zgjedhësve që kanë tërhequr zarfet zgjedhore. Deri më tani DHL ka sjellë firmat për një pjesë të madhe të shteteve dhe stafi i KQZ-s ka filluar punën për kontrollin e nënshkrimeve. Rezulton se krahas firmave të rregullta, ka raste ku në vend të nënshkrimit është vendosur një vizë, një pikë apo firma mungon fare. Burime pranë KQZ-s pohojnë se do të paguhet transporti vetëm për ato zarfe që kanë firmë të rregullt dhe jo ato që nuk kanë nënshkrim fare apo kanë shenja të tjera si vizë apo pikë në vend të firmës. Deri më tani burimet e Report Televizion konfirmojnë se DHL-ja nuk ka marrë asnjë pagesë. Se sa firma mungojnë, do të kuptohet në fund të analizës, kur KQZ-ja të bëjë zbritje nga fatura e tenderit prej 9.2 milion eurosh. Transporti dhe shpërndarja e votave në diasporë u kritikua fort nga PD-ja, por vërejtjet nuk munguan as nga socialistët. Në 11 maj u aplikua për herë të parë vota diasporës përmes postës. 245.000 shqiptar u regjistruan si zgjedhës nga jashtë, por në Shqipëri erdhën 202.000 vota. 43.000 të tjerët ose nuk u takuan dot asnjëherë me postën, ose tërhoqën zarfin, por nuk e kthyen votën e plotësuar në KQZ.